kam përmisua, kam... Ja. Po, dhe ke ndryshuar diçka. Të progresosh. Me progresu e vetëm janë me progresu nuk ka suksesi. Po, se kuptoj. Ashtë dështimi. E unë kam dështu shumë, e kam progresu shumë, falë dështimeve. Por, dështimi ka një çmim tjetër, më pagu që është ajo, si më thanë, nërshon. Të nërshon idealin që ke për diçka, pra të nërshon ty, se ne në fundit për idealet që kena jetojmë e luftojmë. E në momentin që idealet nërshojnë, ne nërshojmë. Karakteri jonë nërshon. Kështu që është u këthyte pjesa, po thojmë, sentimentale, kam nërshu shumë, kam nërshu të mërsisht. Por, është më thanë që edhe më intereson shumë si fenomen, dhe më thanë, në këtë situatë, dhe më thanë, që jam komplet jashtë asaj botës e halleve, të lasheve, si kur dikum, se a i med dikum, a i nuk shuhet kur, a i nuk ik, a i indri që ka kanë. Edhe kjo është 100% e sigur, dhe më thanë, mund mlohet nga gjana tjera, po a i med dikum. Edhe si kur doli dikum, edhe i hera, kuptën, edhe kjo gja shumë e bukur. Normal që po. Sepse është, edhe për mu flas, është prova që dikum, e ti, tu pas ke kana, se s'ke dalë, ke parasysh. Por më është ajo skontro me realitetin, skontro me ostakoli, me ato pengesat reale, konkrete. Distanca, s'është kjo jeta. Po pra. S'më kete dhoma tjetër. Po pra, po, as ti mu. Edhe përsëris, për të këtë din ti, nuk e di unë, kupton? Se unë mund ta vazhdoj këtë muhabet edhe në kanale tjera, por nuk du, se nuk du me të vu në siklet. E di edhe vlerësoj. Këtë qa e din ti me ke je, din ti si je, si ki kanë, e si do jesh, e si do me kanë. Po i thoja dhe jo një dës kam nevoj shumë të flasë. Ama, të thash nuk e prisja që të flisja për disa gjëra këtu. Edhe, unë nuk flasë për njerëzit që janë në këtë shtëpi. A kupton, unë tani kam filluar të flasë që vitë të them të s'më pëlqeu kjo gjëja tek Esa, ose s'më pëlqeu kjo gjëja tek X person. Unë s'flas për njerëzit që janë këtu që e kanë marrë parasysh që ne do flasim për ta. Jo më për njerëz që janë jashtë në fund të ditës, plus ai njëherë shumë privat. Rrjetet sociale ka hap vetëm për këtë gjë. S'ka pas. Prandaj dhe u habita që kishte... Pa sinjale, vaj. Mund t'jetë sinjale, vaj. Nuk e di. Ose jo, se ne aty jena gjithmonë, ne nuk e dim qa... Se di. Qa del. Qa s'del. Po të gjitha dalin, po... Se di. Shiko, se kjo gjëja këtu brenda nuk është reflektim vetëm për mua. Për ne që jemi brenda është reflektim edhe... Ato janë kanale që s'du me i hapën. Po. Qartë. Edhe... Unë nuk flas, edhe unë kam pas ato gjërat që i theti më parë. Jam tip që i përpiqem për shtaten, të përën, po. Dhe po them, që është reflektim jo vetëm për ne, këtu brenda që shikon si jam, se si jam raport me njerëz në situata, edhe për... Pa diskutim. Mund të rinë të thanë prit, ku kam bëron, ku ka bërë... Pa diskutim.
për thjesht nuk du kur që kjo nuk kisha dash kur se mana jo nësjam magaj që na thjesht nuk kisha dash kur të më thanë që qëfar do lloj gjaje tjetë kjo të nikojnë negativisht në këtë eksperiencë. Po, asun. Temen e tonë, e ke parasysh sepse është një rast kaq unik Pikërisht. që mu shfrytzu në maksimum Asun nuk do e kisha dash. maksimum. Kupton? Pra, Asun nuk do kisha dash. ta thash e vetmja mënyrë që kena për mua është me keep doing what we're doing edhe pa ja leju. Shumë gjëra që dua të them tani, po asun s'dua të vendos ty në siklet. Mos me siklet mos e kemë marrë keq. S'ka pse me muzikë. Mos Indri i vogël thjesht ka pasur nevojë për diçka, se më thej që ai Indri i vogël që besonte. Mos ndoshta thjesht ka pas nevojë për një energji, pse unë e di që e kam pak atë pjesën që edhe pse nuk jam ashtu gjatë gjithë kohës, Absolutisht. e di që e kam pak, edhe mos ndoshta thjesht ishte nevojshme pak tani për momentin edhe Se kuptova. Do anë energjia ju të thu... jo energjia ime, po them mos se po mendoj atë gjë që më thete vila, Cili? se unë zakonisht ka thënë s'kam pëlqyer goca më të mëdha. Po. Te kam menduar, kam menduar. Kam thënë mos ndoshta është thjesht, ndaj ta bëra atë pyetjen që a mendon se e ke prej izolimit këtu? Se është big jump, s'është... Po. Po të thash, është çudi e madhe. Çudi e madhe. Po, unë e lidhi thjesht me atë freskin tonë. Ti je shumë diqa e fresk, në sensin që me siguri edhe për moshën që ke, po jo vetëm për moshën që ke. Edhe për që unë jam i bindur në disi, më është ta gaboj, po se më dhe nërarët nga jeta, nga qatë në jeta, kena diskutuar këtë. Por jam i bindur që në qo se s'ka më në kushtë di se qanë jetën tame që të nërshojnë, po thojmë, ka të shumë, ti ki me kenë, po me këtë energji edhe... Kështu është mami. Mas hepra. Se edhe lidhi me atë që më tha për nanën tonë. Edhe e shoh këtë gjë. Pra, izolimi është diçka, janë dy gjëra të ndryshme domethënë për fjalën, edhe ajo freskeca jote, ajo freshness jote është që më tërhek në këtë rallë, po më tërhek shumë është diçka tjetër. Po, ka mundësi që unë mas tanto viteve, mas tanto eksperiencave me gramat maja se unë po, ka mundësi që a i Indri në këtë situatë absolutisht po, ka shumë mundësi. Në këtë situatë që, si ta thash edhe parë, edhe unë po habitem atjerë edhe po knaqem, se isha, nuk ka vite që jam marek, sidomos të vitet e fundit, se po shifsha dikën tjetër, kas për vedin, pas që po shifsha dikën tjetër. Se kjo eksperiencë, sa më shumë kalon koha, aq më shumë jam i bindur që është kaq e veçantë dhe fort. Kjo izolimi, kjo sa vërtet potencialisht të rigjeneron, domethënë. Po. Atë rigjeneron në sensin që edhe kur delsh keme vazhdu këtë trend, po thojmë, i rigjenerum, ose edhe kur delsh thjesht ka me majti i periudhë më dhej ajo rutina e jetës do të kthejnë edhe i herën aty, nuk e di, por sidomos unë nuk e di
çfarë rutine do më presin jashtë, parasysh. Po. E vetmja pikë që e di normalisht për te rutinë që kam pas është djali. Rutina e djalit. E unë pretë me zi që pres më u këthyn te. Që është gjaja më naturale dhe më e sigurt në botë, do më thanë. Of course, I di. Sa është edhe kjo, do më thanë, edhe kjo pjesa. Unë e di e jam koshent për faktin që unë jam një bab single. Për jam një bab. Edhe në një treg imagjinar, thojmë, sentimental. Unë nuk jam vlera jame, nuk është të njëjta vlerë që mund të kem po mos t'isha bab. No, gabim e ke. No. Flas nga pikpamja e komplikacionit e gjasa, kupton, sepse është njëjti muhabet që mund bëhet edhe për një nanë single, kupton, nuk është thjesht për është thjesht një prind single në momentin që vjen, edhe është temë interesante sepse po përhapet kjo gjendje dhe më thënë po bëna gjithmonë e ma shumë prind single. Edhe një prind single thjesht nuk është e njëjta gjë si një person që nuk ka prind po është single. Në momentin që ti e më dhënë një relacion me atë person. Sepse si që nëllë me nanat, nëllë me ne, në momentin që merë paketen. S'mund të marrësh kur s'mund dash kur prindin Of course. nga fëmija, edhe nuk ka kur gjatë keqe me thonë keq që po thamë pra, që është shumë a thjesht me marrë djalin ose vajzën single, atë paket, se sa me marrë paketen, ma kalo këtë terminologjia, se nuk du me ullë. Po, të kuptoj. Se sa me marrë paketen djali plus fëmijën e vetë, ose vajza plus fëmijën e vetë. Se mandej hapen shumë se është nana ose baba. A kupton, bëhet ma komplikume. Kjo është për mua është e pa diskutueshme, domethënë. Po jam koshent për këtë gjë, nuk e vuj. A ke pas në këto 2 vite ndonjë eksperiencë që kanë mbaruar se kanë pas problem? Jo, s'kam pas hiç eksperiencë, të thash. Okej. S'kam pas, s'kam dash, s'kam edhe jam mundu me ju shmang në tëna mënyrat, vetëm një person ma ka nëzë për ju të shkurt këtë gjë, por ai person ishte qoqnu. Ishte qëfar? Ajo, ishte e lidhun me dikën. Edhe është me destiny. Po jo vetëm maj, është një destiny. O, indër. Që më po. Pra... Ama edhe kjo gjëja që ma the më bëri pak përshtypje. Cila? Se kam lexuar diçka që thot për shembull për njerëzit që kanë për shembull interes për njerëz që jetojnë në distancë ose që janë unavailable, që kanë një lloj situate që i bën atë moment unavailable. Janë më atraktiv. Jo, e shpjegonte që në subkonsciencën tënde, ti si person nuk je i gatshëm ta hapesh plotësisht. Edhe herë se kuptova. Të me thënë, nëse ti si ndër ke pas disa situata ku personi ka qenë goca, për shembull, ka qenë distancë, ka qenë e lidhur, ose ka qenë disa gjëra që ta bëjnë ty të komplikuar që të ndodh gjëja rrjedhshëm, në subkonsciencën tënde, nëse ke pas disa situata, se nëse ndodh një, okej, mund të ndodh, ama nëse ke pas disa situata, thoshte që ti në subkonsciencën tënde nuk je ende gati. Fully gati. Ka mundësi. Që të... Po, a mendon?
ta thash, në momentin që unë Ala, kur unë tham Ala nuk kam dalë nga ndarja jeme 100%. Se edhe Në kjo çfarë sensi? Në çfarë sensi, ti me drejtë. E dënë prep, advice, nanën e djalit, jo. Gjëra dhe mund të ndryshojnë. Gjërat mund të ndryshojnë tani jetën, kjo s'diskutohet. Kjo, po nuk është puna aty në sensin që pikërisht, po, mund të ndryshojnë edhe këtë ku e vejmë një anë, sepse kjo vlen për gjithë. Për çfarë do lloj situatë. Never say never, po vejmë si unë marr frym, ti marr frym, unë pi ujë, ti pi ujë, never say never. Kjo është në këtë mënyrë. Por ideja është që kur ti ndahesh, duhet është një, ai relacion vdek. Okej, Leja, ti si po e ndjen? Po pra, unë jem të folë për veti. Pa diskutim. Flas për veti. Kur unë e mda, relacioni jem, familja jeme e bashkume, ka vdek ajo formë. Në sensin që ka vdek relacioni jem me ish partnerin teme, ka vdek familja jonë e bashkume, edhe është sikur të vdek një person që ti dën shumë. Është e njëjta gjë. Lutto, i thëmë, grief, si thotë shqip. Ai dën kohë, kur mu mdek një gjysha, kur mu mdek larg qoftë një prind, ose një kushri, ose një shok, ose një... Ka persona që nuk e marrin vedin kur. Ose ka persona që e marrin vedin mas 5 vjeç, ose ka persona që e marrin vedin mas 1 vit, ose ka persona që e marrin vedin mas 3 vjeç, ose ka persona... Prep bëhet fjalë gjithmonë për kohë njerëz që marrin kur. Për vetë po e lajm, ai ekstrem. Atë s'po e fus në sot. Okej? Por në përgjithësi, kur vdek dikush, personi që e hupat personin, bëhet fjalë për një periudhë gjatë për me e marrë vedin 100%. Okej, edhe me vazhdu jetën, pra me marrë vedin në atë sens, me mujtë me vazhdu jetën. Pra, okej, kjo gja nuk është ma. Daje mendin se nuk është ma kjo gja, vazhdo. Se nuk e ke ma, është e kotë që rrinë e proceson. Ideja është kjo që unë e la sot e kësaj dite. E mendon? Mendoj qa nolli, për pse më nolli? Pse më nolli kjo gja? E kupton? Është ajo pranimi i gjas. Kur dikush dek, që ajo, më dhe në barë nga rëthanet, për në përgjithësi thu, ti nuk e pranon, pse më ka dek ai person? Është shumë e vështirë, mendoj kur a ke edhe çmunin, se kur nëse është thjesht fundi një marrëdhënie, në fund të ditës ti do ndryshosh rutinën, do ndryshosh ç'a bën, ku shkon, shoqërinë, rrobat, ke goca që lyejnë flokët, bëjnë lloj gjërash. Absolutisht. Po ndërkohë kur ti e ke çmunin aty, e ke si reminder. Constant. Po. Ke dhe fajin, e di, e kuptoj. Ashtë edhe jo. Ke ndjesit e fajit, ke... Pra... Janë situata të komplikume. Janë situata shumë komplikume. Edhe vetëmja mënyrë për mi dalë këtyne situatave është për të përsëris, për shembull, një thanë vedit, mos më no. Just jeto. Pëlqen diqa, vazhdo, jetoje, mos më no kaq gjatë, mos i hinë kaq fellë. Okej? Por në varet nga personi. Unë moshtë në këtë moment, këtu mërën po, nuk kam dyshime. A kupton, e kisha jetu me shumë qef, shumë knatësi, me shumë emocion, me shumë që dushti, me tana. Por më dhe është të pjesë tjetër. Është edhe komplikacioni tjetër. Përveç saj, se tash po flasim veç për mu.
Po, mos mjafton kjo, mos mjafton. Po, erdhme. Mos mjafton të kjo gjo. E jam, ja. Të e tjetër. Por aty, unë qoj durët në sensin që nuk kam si me unë ngarkuon për atë pjesë, a kupton? Ma ke bërë, se nuk dua t'i hy shumë thellë, ma ke bërë një pyetje atë ditë e pishinën. Erdhe moj! Hajde sa të marri muajnë e më të këtë gjanë pishicë. Ma ke bërë një pyetje atë ditë e pishina, kur po flisnim, kur ishim aty. Që më the, a ke diskutuar me? E të thash jo. Ke diskutuar? Më bërë një pyetje atë ditë e pishina. Që ke të më kujtë? Po. Që të thash Po, jo. dha jam ka pa përshtypje përgjigja jote. Gati do një spit, do një platform. Neki! Soroj që lahë. Zdo? No, thank you. O vis pupa. O pupjo. Ku je vis pupjo? To jo mi. Kom tomi. Mikrofoni kuj. Ma fort në ftyrë. Si a i filmi vizatimor, bitë e mi, arën me mbollët, e punua, ta bitë ta mbillë. Ke mojë një arën di, se në ta gjeni. Po, duhet ta mbyllim brenda dishtë. Tu ka një konflikt atë. Vetëm një. Do me të kafshë dhe një... Do këtë e keni mjën mrakë, që bari ka dalë për tokë, Ke shmur poshtë. Sa dush është? Po, ma... O moza, të lutem, që ta mbarojmë të muhabetin. Po nuk je pra. Atëre fermer, gadal. Mos, hajde këtu. Atëre, sonte Aga ju fton në një hapësirë ku pesha kryesore është fjala. Mirë se vini në Ferma VIP Talk Show. Aga ju fton të maten jo me forcë fizike, po me mendimin dhe argumentimin. Të ndarë në grupe do përballeni me disa tema diskutimi, ku ju kërkoj të jepni opinionin tuaj të sinqert, si dhe të argumentoni qëndrimin pro ose kundër. Aga ju ka vendosur përballë 5 tematika që konsiderohen të nxehta në Shqipëri dhe jashtë saj. Ju do ndaleni në 5 grupe, ku secili do ketë një moderator dhe një temë për të cilën duhet të diskutojnë qëndrimin pro apo kundër. Dhe të argumentoni me pse. Ferma VIP Talk Show do të zhvillohet në rënien e gongut dhe do përfundoj kur të bjerë gongu sërisht. Ferma VIP Talk Show do të mbahet tek vila. Grupet do nisin diskutimet sipas radhës, teksa fermerët e tjerë do kanë mundësi të bëjnë pyetje si publik grupeve të tjera, ku moderatorët do menaxhojnë debatin. Grupet i ka vendosur Agai dhe janë si më poshtë. Grupi 1, pro apo kundër marrëdhënieve homoseksuale. Grupi është Kuba, Elvis, Fabiola edhe moderatori është Iliri. Grupi 2, pro apo kundër abortit. Sonje, Malbora, Anada, Dona. Moderatore Sara. Grupi 3, pro apo kundër faljes së tradhtisë. Ermiona, Klodian, Blerina dhe Vanessa. Moderator Jonida. Me mua. Jo, jemi prit, sekond se harrova dhe vetë. Është dhe Vanessa dhe Klodian.
Pastaj kemi grupin 4, pro kundër legalizimit të kanabisit. Adion. Gresa, Jonida, Romiri, ku moderator është Elvisi. Grupi 5, pro apo kundër legalizimit të prostitucionit. Iliri, Mimoza, Sara, Indri, moderator Romiri. Nëse impenjimi juaj do të jetë maksimal, Agaj do ju jap një shpërblim shumë të mirë. Me shpërblim. Do na i thonë më vonë. Duhet jetë si pas temës. Po ne. Ne jemi për tradhtim, duket, për faljen e tradhtisë. Perfekt, më e bukur, tema më e bukur. Ne kemi prostitucionin, fantastike. Se zoti Majmen. Jo, unë kam moderimin të aboj. Të bëjmë namë. Jo, e kam fjallë, nuk kam argumente me moderimin. Prostitucion, fantastike. Moderator më të mirë. Më thuj dhe herë tim të ishon qatë grupi. Ti ishe për abortin? Moderimin e kam për homoseksualet? Për homoseksualet edhe te grupi prostitucioni. Do jesh pjesë pastaj, po, të prostitucioni. Perfekt. Unë jam fix, i kam zjedh hallet e jetës. Unë jam homoseksuale dhe prostitucioni. Të bëjmë i gati të rim të përda 5 minuta të jemi gati, se besoj 5 minuta. Jo, do të diskutosh atje. Po, ku e di?